Blokada amerikane e porteve të Iranit është në fuqi, por presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se zyrtarët iranian kanë telefonuar dhe duan të arrijnë një marrëveshje. Sipas BBC-s, të paktën 4 anije të lidhura me Iranin, përfshirë 2 që vizituan portet iraniane, kaluan ngushticën e Hormuzit të martën pas fillimit të një blokade nga SBA-t. E të paktën 3 të tjera kaluan gjithashtu kanalin kryesor të transportit detar. Në anën tjetër, përpjekjet diplomatike për të ringjallur bisedimet SBA-Iran vazhdojnë me Pakistanin që thuhet se është ofruar të organizojë raundin e ardhshëm të bisedimeve në Islamabad, raporton Al Jazeera. Irani akuzon SBA-n për pirateri, ndërsa mijëra iranian janë mbledhur në Teheran kundër blokadës në ngushticën e Hormuzit. Bllokimi i kanalit vjen pas 21 orësh bisedimesh paqeje midis delegatëve amerikan dhe iranian gjatë fundjavës, të cilat përfunduan pa një ujdi. Shënjestër.net